الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimet I takojnë Allahut të madhruar. Ai është I vetmi I denjë dhe meritor për të qenë I lavdëruar dhe I adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin të zgjedhur e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për gjithçka. I jemi mirënjohës që na ka mundësuar shoqërimin ton edhe sonte me temën ton Kur'ani edukon, realisht në pjesën e dytë të nën temës Kur'ani nderon femrën, respektivisht sonte do të flasim pak më konkretisht për edukimin ose edukatën që Kur'ani I afron femrës muslimane, e që do ta lidhim temën me atë që kemi folë javën e kaluar, me atë që ka mbet pa u thonë, e sigurisht edhe shumë çka ka me mbet pa u thonë, për shkak se nuk jemi na ata që ja qesim pikën asnjë teme. Allahu I madhruar e ka nderu femnën, e ka ngrit shumë lart me pozitë, edhe pozita më e lartë që I ka mundsu Allahu është se e ka bon non. E kur them e ka bon non, nuk është punë e vogël, edhe nuk është pozitë e vogël edhe e parëndësishme. Është pozitë në cilën Allahu I madhruar mas lartë e ka ngrit njeriu në njeriu e rëndomt, mas pejgamberve. Madje kemi shumë argumente, fjalë konkrete të Allahut fuqiplot, se si Allahu I madhruar masi që e ka kërku prej neve adhurimin e Tij, me njëherë ka kërku respekt për një kategori të veçantë njerëzve, ata janë prindrit. E kemi ajetin e surës Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Zoti juaj ka gjykuar që të mos adhuroni askënd përveç Allahut, o bil walidaini ihsana. Dhe prindërve të bani mirë. Do thonë me njëherë mas adhurimit të Allahut, kërkesa tjetër është që njeriu me qenë korrekt, respektues dhe I sjellshëm me prindërit e vet. Nuk është ajeti I vetëm ky që flet në këtë temë, ka edhe ajete tjera, po ajo që pastaj e bën hala më të veçantë respekt pozitën e nanës, pozitën e femrës si nanë, është fakti se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj e ka konkretizuar se çysh aplikohet ai respekt, çysh aplikohet ajo mirësjellje të cilën Allahu I madhruar e ka kërkuar për prindërit, duke e nda atë në 4 pjesë dhe duke ja dhënë nanës hiç më pak se 3 pjesë, 3 hise, që I bie 75%, 3/4 janë 75% të respektit e meriton nana. 1/4 I takon babas. Tash, nashta u dasht me thonë që mos më u jedhnu babalart, u dasht me thonë respekti që meriton baba është skajshmërisht I madh, shumë I madh, për arsye se në atë shprehjen mos ju thuaj as of, baba bën hise aty, në ato që kur s'do të mjash kthy fjalën, e aty ku Allahu thotë edhe nëse lypin prej teje ata, nëse lypin ti me bo shirk ose me bo çfarë do lloj gjunahe, ti mos I respekton në atë çka ata lypin, mirë po prap sillu mirë me ta e kështu me radhë. Domethënë respekti I babës është shumë I madh, edhe s'ka nevojë kërkush me u prek për hisën e plot që Allahu ja ka dhënë, por respekti I nanës është 3 fish më I madh. Edhe këtu s'ka kur gjë të keqe, për arsye se Allahu me dashur me I dhënë dikujt diçka me mëshirën e vet, me mirësinë e vet I jep, edhe s'ka drejt kërkosh me u hidhëru. Pastaj, Islami e ka rregullu
çdo pozitë në cilën femra mundet me u gjindë. Pozita e nanës është shumë e lartë, po ajo përveç para se me ka nana, ajo është bi, është vajzë dikujna, bi, edhe si e këtill prap meriton shumë kujdes, meriton shumë respekt, edhe ai kujdes gjithashtu është i përshkruar në atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend, kush i ka 3 vajza e kujdeset për to, e i edukon, e i rrit, qysh duhet, e kështu me radhë, ato i bëhen mburoj prej xhehenemit, i kanë thonë e 2, ka thonë edhe 2, e 1 edhe 1, që i bie se kush do, prej njerëzve të cilin Allah i madhruar e ka begatu me vajza, ka mundësi nëpërmjet tyre me e fitu xhennetin drejt për drejt. Drejt për drejt, do të thonë me rrugë të shkurtër edhe të garantume. Një gjë e tillë për djemt nuk është. Po mendoj nuk është bashkë qështu drejt për drejt, me shortcut. Për djemt do të pak ma rrotull me i ra, prap djemt s'kan arsye me u idhnu, për shkak se Allahu vajzave ja u ka dhonë këtë mirësi edhe këtë pozitë edhe këtë respekt edhe kujdes që ato do të me e gëzu prej anës së prindërve. Po tash nëse themi një djalë që mundet me ju dogë vetja se është pak se i privum nga kjo mirësi, ai nesër ka me u bo babë dhe nëse Allahu i jep fëmijë vajza, ai ka mundësi me e fitu prap atë që është më e mira. Gjithashtu Allahu i ka dhënë pozicion të mirë dhe të admirueshëm femrës edhe si motër e dikujna, për arsye se ka citate edhe për motra, kujdesin edhe mirësin për motra. Pastaj vije pozicioni i gruas i femrës si bashkëshorte, të cilën Allah i madhruar prap e ka ngrit në pozicionin e përshtatshëm që i takon femrës, e që me e krahasu me mirësi, po edhe me korrektësi, edhe me vlerë, besa edhe me rahmet edhe me të gjitha, askush nuk ja ka dhënë atë pozitë, atë pozicion, atë respekt, atë vlerë, sikur se ja ka dhënë Allahu fuqiplot nëpërmjet Islamit. Kur ani pse për shembull te relacionet bashkëshortore, e kom përmend edhe javën e kaluar punën e dallimit mes gjinive. Gjinia mashkullore, gjinia femrore dallojnë. Edhe ato dallime vinë shprehje edhe në ato që Allah i madhruar e ka bo ligj, në ato dispozita të shumta, që pastaj disa prej tyre për femra janë të përshtatshme për femna, disa tjera janë të përshtatshme për mashkuj. Barazia nuk është zgjidhja, po është drejtësia. Pra jo barazia gjinore, po drejtësia gjinore, cilën prap Allah i madhruar e ka realizu në mënyrën më të mirë. Grusja ka bërë do obligime, burrit ja ka bërë do obligime tjera, po një prej obligimeve që Allah i madhruar ja ka bërë burrave, se po du tash me kalu në atë pjesën tjetër të temës, kjo është veç lidhja e temës së javës kalume me këto të sëndme, është fjala e Allahut fuqiplot që me u majtë në men, edhe me u kuptu, e me u jetësu qysh duhet, është e mrekullueshme, edhe sikur njerëzit ta respektonin jeta bashkëshortore do të funksionon të për mrekulli. Në radhë të parë, gratë, sikur ta kuptonin këto që ka thonë Allahu, do të ndiheshin shumë të privilegjume edhe s'do të ankoheshin, po edhe burrat, sikur ta respektonin këto që ka thonë Allahu fuqiplot, pa dyshim që do të bëheshin burra shumë të mirë, e Allah i madhruar thot, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ju do të bashkjetoni me to, por me to bashkjetoni me mirësi, me ma'ruf. Ma'rufi, shprehja ma'ruf përdoret shumë në ajetet Kur'anit, mes tjera përdoret për
për një diçka interesant, ku Allah shpesh na thot, le të bëhet dikush ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, që urdhënon ma'ruf edhe ndalon prej munkerit. E ma'rufi kanë thonë, është çdo vepër e cila afron ka Allahu fuqiplot edhe të largon prej zemrimit të tij. Çdo vepër e cila afron ka rahmeti Allahut edhe të largon prej zemrimit të tij. E tash duke qenë kështu, e kuptojmë edhe çka po na thot Allahu kur po thot wa ashiruhun bil ma'ruf, me to bashkëjetoni me ma'ruf, me konceptin e ma'rufit, që i bie me bashkëshortet tuaja bashkëjetoni edhe silluni me atë që do t'ju afroj ka hëmshira Allahut edhe do t'ju largoj prej gazepit ti. E çka i bjen kjo? Menoj që është shumë e qartë, s'kemi nevojë me i dhonë në i farë dëshifrimi për shkak të qartësisë. Sido që tjetë, kalojmë të ajo pjesa që megjithatë Kur'ani qysh kena thonë e edukon pushtetarin, e edukon qytetarin, e edukon trion, e edukon të vjetrin, e edukon grun, qysh kena me kallëzu edhe qysh e edukon edhe burrin, pastaj qysh kena me kallëzu qysh e edukon edhe tregtarin, edhe bujkun, edhe filonin, edhe fistekun. Kur'ani i ka pastaj disa mësime shumë konkrete, që realisht bazat e asaj edukate të cilën Islami i ofron individit, në këtë rast, femrës, janë baza të cilat nëse mirën parasysh, ai edukim do të bëhet funksional, efikas, edhe do të reflektoj shumë konkretisht në jetën e besimtarve. Fillimisht do të me e pas parasysh se edukimi imanor është rruga e vetme e garantume për me shku në xhennet. Edhe rrugët e xhennetit Allahu nuk i ka nda në shtigje, realisht janë shtigje për me i ra njerëzit prej pozicioneve të ndryshme. Po kur është në pyetje familja, se tash kur flasim na për edukimin e femrës, s'kemi çare pa e përmend edukimin e familjes, që Allahu ja bën familjes një formësim, një gjendje të mirë, e aty e shohim se familja do të me njek një shteg për me mujt me mrinë në xhennet, edhe ai shteg nëse respektohet çysh duhet, ai për një mend e garanton arritjen në xhennet. Për shkak se në radhë parë familjen e përbajnë çifti, një mashkull edhe një femër, e të cilët pastaj bashkëjetojnë, bashkëveprojnë, i bartin edhe privilegjet, edhe përgjegjësitë bashk, duke e ndihmu njëri tjetrin. Edhe menoj që kërkush në dunja, kërkush në jetë, nuk e aplikon më mirë fjalën e Allahut fuqiplot, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndërveproni dhe ndihmohuni reciprokisht në mirësi edhe devotshmëri, më shumë se dy bashkëshortët. Për arsye se kërkush s'ka mundësi me bashkëvepru edhe me bashkëjetu sikur se janë bashkëshortët, e ata pastaj i bartin edhe i ndajnë edhe privilegjet, edhe përgjegjësitë, edhe të mirat e benefitet, po i ndajnë pastaj edhe ka njëherë edhe vujtjet, edhe hjekat, edhe kështu me radhë, edhe gjatë atij rrugtimi, padyshim që në fokusin e tyre ka me qenë edhe edukimi i fëmijëve, të cilët edukimi i cilëve është investimi më i mirë që njeri mundet me e bën jetën e vet. S'ka investim më të mirë. Ibadeti Allahut fuqiplot është kapitull tjetër, është kapitull që nuk ka diskutim. Mirë po për te ibadetit Allahut fuqiplot, nuk ka investim më të mirë për një njeri të vetëdijshëm, besimtar, sesa me eduku fëmijë. Për shumë arsye, e një prej tyre se çajo edukat të cilën besimtari e mbjell të fëmijët e vet, çajo edukat atë e mban gjallë edhe mas vdekjes. Qysh e mban gjallë edhe mas vdekjes? Trupi dhe shpirti ndahen gjithsesi.
mirë po na jemi na jemi të vetëdijshëm edhe me disa punë të dunjas, ku për shembull njerëzit e mendshëm bëjnë nganjëherë investime të atilla që edhe kur ky flan, edhe kur ky pushon, edhe kur ky merret me punë tjera, pe aty në investimeve i pik diçka. Pasunohet prej saj. Edhe nuk ka ma konkrete në punën e ahiretit se sa pikërisht edukimi i fëmijëve, për të cilët thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vdes i biri i Ademit, i ndërpritën të gjitha veprat, është fjala rrjedha e veprave, se veprat gjithçysh ndërpriten, mirë po rrjedha e sevapeve, të gjitha ndërpritën përveç tri kanale vazhdojnë me rrjedhë, e një prej tyre waladun salihun yad'u lahu. Një fëmijë i edukuar i cili lutet për prindin e vet. Edhe që ky relacion në mes prindit edhe fëmijës, ose fëmijës edhe prindit, pas vdekjes të prindit, është shumë interesant që ka formulu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'ka thonë një fëmijë i cili lutet për prindin, por ka thonë një fëmijë i mirë, salih, i edukuar mirë, i formuar mirë, i cili lutet për prindin, edhe dietarët masanej kanë thonë, nëse don me e ditë vetën ai e burri mirë, që të peshoj vetën. Apo të bjen men najherë me u lutë për prindrit tu. Nëse të bjen men, edhe jo vetëm me të ranë men ndonjëherë, po lutesh rregullisht për ta, atëherë pa dyshim që ti je njeri i mirë, a çka ndodh kur ti lutesh për prindrit e tu, edhe për prindrit gjallë që i kemi, du të me u lutë. Kush i ka, mirësi është, po për prindrit e vdekur, lutet edhe çka i ndodh aty në prindërve që kanë kaluar në përjetësi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ngrit derexhen robit të vet në xhennet. Edhe thot ky o Zot, çka u bë që po zhvendos na one, prej një derexhe po shkoj po nxit në manalt. Çka të ndodh kështu me mu? Thot e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i thot fe yaqulu bi istighfari waladika lak. Kjo po ndodh për shkak se fëmijët tu atje po luten edhe po bojnë istighfar për ty. Para mendoni, një përjetim, na e besojmë që është qështu, munëm mos me e kuptu që tash, munëm mos me e ditë që është ndodh, po me gjithate, për shkak se ne themi, o Zot fale babën tim, o Zot fale nonën time, o Zot fale prindrit e mi, për shkak se e themi që to, aty në ju përmirësohet gjendja në ahiret. Edhe ata çuditën edhe habitën për arsye se e kanë pa për afërsisht kapitalin e vet. E din çka kanë bë, e din çka kanë marrë me vete, e din çfarë vepra kanë, çysh janë me namazin e me agjerimin e me ato, e tash çuditën çka po ndodh. Ka po na vjen kjo mirësi, ka po na vin në llogarin ton këto të mira, Allahu ju thot, për shkak se fëmijët e juaj atje po lutën për juve. E tash kur e kemi parasysh edhe një gjë tjetër, shkputja ose ndomja e të dashunve kur i ndan vdekja. Te këta që vazhdojnë me të gjallë, padyshim që shkakton një dhimbje edhe një mërzi të madh edhe një pikëllim të madh, e që njeri që është i vetëdijshëm, besimtari që është i vetëdijshëm, e shfrytëzon këtë gjendje, edhe pse i lëndum emocionalisht, edhe pse i pikëllum e i mërzitun, e shfrytëzon për me e kompenzu. Qysh me e kompenzu? Mi u bë mirë prindërve të vet për së të vdekuni, duke u lutë për ta, edhe duke kërku falje prej Allahut për ta, e atyne po ju shkoj ka, domethënë, në mënyrë të konfirmume benefiti, përfitimi. E tash, kushdo që prej neve e ka një, unë menoj që krejt na edhe neve që na kanë vdek prindrit që një kohë të gjatë, në çdo moment ndim nostalgji për ta, në një farë mënyrë e kompenzojmë që të nostalgji me lutje, për shkak se po e dim se lutjet tona atyne po ju bëj kanë hajër. E këtu pastaj njerëzit, nashta është mirë edhe me u vetëdijsu, edhe pse unë menoj që në mesin tonë këtu, nashta kërkosh s'ka kësi dileme, po vinë njerëzit nga njëherë, për shkak të asaj mërzie që e ka kaplu me vdekjen e prindit, për shkak të asaj dashunie të madhe që ka për prindin e vet, ai vjen edhe thot, apo më tregon qysh m'ja rregullu vorrin babas ose nanas. Është në gjendje kush e diçka, gjysën e pasunisë me e shkri për m'ja bën një varr më të mirë, a në të vërtetë ajo kur gjë si van dobi.
kur gjë nuk i bën dobi për arsye se është shpenzimi pa nevojshëm. Po rregullohet vori sa me u ditë vori i kujna është, shënimet e kështu me radhë, po shpenzimet e tepërta janë pa vend dhe si të këtilla Islami nuk i pranon. Po a je të dashur me i bë mirë babës që të ka vdekë edhe nanës që të ka vdekë, po lutu për ta. Lutu për ta se lutja jote, domethënë në mënyrë të garantuar ju bën dobi atyne. Nëse deshta me thonë që ky edukim i mirëfillt i prindërve që ja bëjnë fëmijëve, derisa janë gjallë prindrit, kur ata rriten kthehet me respekt. Kthehet me respekt. Kur të vdesin kthehet me lutje, çështo që po flasim, por nuk përfundon me çikaç. Ai vazhdon edhe në ditën e ringjalljes. Ai vazhdon edhe kur njerëzit vendosen në xhennet. Para mendoni, njerëzit hyjnë në xhennet e xheneti ka drejtë të ndryshme. Tash është po flasim për xhennetin, për besimtarët, për xhennetlit. Nuk janë tonë me një gradë në xhennet. Për ata sahabët kur kanë folë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i kanë thonë ja Rasulullah, kur po na bjen mend që kena me vdekje me urin gjallë, e ti gjithçysh ki me hynë në xhennet, na shpresojmë me hynë në xhennet, po kur po na bjen mend që na nuk jemi sikur ti, nuk jemi të barabartë me ty. Ti në xhennet ki me konë drejtë shumë të larta, ndoshta drejtën më të lartën. E na që aty dikon nëse Allahu na mëshiron, po mërzitemi që s'jemi bashkë. Do të thonë që si shqetësimi kanë pas sahabët, edhe që si shqetësimi mundëm me pas edhe na, me thonë o Zot, gjithë këtë dashni që e kemi për prindrit tanë, pastaj si prindër gjithë këtë dashni që e kemi për evladët tanë, si bashkëshort, burri për gruan, gruaja për burrin, e tash veprat nuk i kemi të njëjta, ani pse tonë synojmë xhennetin, po megjithatë dikush është ma aktiv, ma i përzemërt, ma i përkushtuar. Qysh do t'i bëhet halli tash që na kom bashkë në dunja, me mujtë me u bë bashkë edhe në xhennet, e Allah i madhruar këto reagon me mirësinë e vet, thot Allah i madhruar në surën At-Tur, ajetin 21, "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay." Dhe ata të cilët besuan e pasardhësit e tyre i pasuan me iman. Do thonë, filoni ka besu, kon besimtari mirë, e ka kalu sprovën e jetës faqebardh, o ndo prej kësaj dunjaje duke qenë Allah i kënaqur me ta. Pas ti kanë ardhur pasardhësit e tij, edhe ata e kanë ndjekur rrugën e tij me iman. Allahu thot el haqna bihim dhurriyyatahum. Ja kena bashkangjit, i kena taku ata me pasardhësit e tyre. I kena bë bashkë. Me paskon na pronar të xhennetit. Me paskon na administrator të xhennetit. Qa këshëm bo për shembull me një familje ku baba e nona janë do drejtë kozat nalta, masane vinja 4-5 evlad, dikush anej, dikush knej, dikush kështu. Në verzionin më të mirë, asnjëherë qa këshëm bo. Shumë thonë, aty çka pimledhim, edhe po i pjestojmë. Mesatarja ku del që aty le të kurdisin një shtëpi të ta. Në verzionin më të mirë besoj që në asnjëherë çështo, ndërsa Allahu nuk thot kështu. Allahu thot i bashkojmë, po ku i bashkon Allahu? I bashkon në drejtën më të lartë që e ka ndonjëri prej tyre. Pse? O ma alatnahum min amalihim min shay. Asnjë grimc prej meritave të tyre nuk ua paksojmë. E thash me kon baba në drejtën e 10 xhenetit, e evladin në drejtën e 2. Ishdash dikun ka mesi që aty te 6 e 7, apo jo se babës tani i kishra me zbrit, e në xhenet nuk ka me zbrit. Ngritën njerëzit për shkak të rahmetit të Allahut fuqiplot. Ajo që ma shumë se konkretja e derexhës, se funit na prej këtij pozicionit që tash themi me mujtë Allah veç në xhenet me hi. Edhe për një me femen zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ai cili shpëton prej zjarrit e futet në xhenet. Kudo? Kur thonë edhe në çast të xhenetit, edhe në drejtën nivelin ma bazik të xhenetit. Dhe ka shpëtu prej zjarrit që ka fitu. Edhe për neve që kjo do të me kona e kërkesa me të cilën s'po du me thonë, do të mjaftohemi, por nëse Zoti shto na jep, do të me konë të stërknaqën. A kërkesa do të me i pas atje, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të lypni prej Allah, të lypni Firdausin.
Po thëmë prapë kjo është relative, krahasu me atë pjesën një mesazhe që po munona me nxjerr. Jemi të folë për bashkëjetesën edhe ndërveprimin mes bashkëshortëve në procesin e edukimit të fëmijëve, të rregullimit të familjes, duke aplikuar atë edukat imanore, të cilën e ofron Kur'ani mes tjerash edhe me synimin që tonë me konë bashkë në xhennet. Tonë me konë bashkë në xhennet, e në ajetin 21 të surës Tur e kuptuam se një gjë e tillë qenë ka e mundshme, mirë po edhe tjetërkon Allah i madhruar tregon se kjo përveç që është e mundshme duhet me konë edhe synume, thotë në surën Rad ajetet 23-24 Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Janë xhennetet e Adnit në të cilat do të futen ata. Edhe kush ka qenë i mirë prej prindërve të tyre, bashkëshortët edhe pasardhësit. Domethënë, krejt ata që i ke mriti. Kënë e ke mriti, i ke mri prindrit, nështë i ke mri edhe gjyshrit, abaihim, Allahu se kufizon, edhe ata, edhe stërgjyshin nëse e ke mri. E ke kriju një familje me bashkëshortën tone, fëmi, nipa, stërnipa, krejt që ta që ka ti i nje, i ke taku, i dën, i ke bo Allah të i badet bashkë me ta, krejt që ta Allah i madhruar, thot, i yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, wa azwajihim, wa dhurriyyatihim. Do të futen në xhenet bashkë me ata që ishin të mirë. Kushti është me konë të mirë të tanë. Të mirë në kuptimin me umunu me konë të mirë. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. E melaqet masani ju vijnë prej të anëve të ju thonë selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbat dar. Paqja qoftë mbi ju për shkak se ishit durimtar, sabërli, gajretxhi. E që sa përfundim i mirë është këtë cilin e keni meritu. Prap, Allah i madhruar të regon edhe në ajetet tjera, dhe më thonë gjonat këtila, por kjo është kaq e mirë edhe kaq e rëndësishme edhe ka kaq shumë vlerë, sa që Allah i madhruar i ka mësu edhe me lachet me u lutë për besimtarë dhe me lachet lutën pikrisht kështu, qyshe përshkruan Allah në surën Ghafir në ajetin e 8, thot me lachet thonë, Rabbena wa adkhilhum gjennati adnin illeti wa attehum, Zoti ynë futi ata në xhennetet e Adnit të cilat ua ke premtu. O men salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jo vetëm këta, po edhe ata të mirë të qofshin ata paraardhës tyne, bashkëshortët ose edhe pasardhësit e tyne. Brezi i para, i dyta, i tretë, sa të kesh mri, krejt që ata bashkë me ty, inshallah, në xhennet. Ndërsa në anën tjetër, Allah i madhruar e përshkruan se humbja edhe dhe më thonë, e keqja ma e madhe ndodhë nëse që kjo nuk realizohet, thotë Allah i madhruar, kull innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Ajeti 15 e surës Zumar, thotë, thuj me të vërtet humësit më të mëdhaj janë ata cilët e kanë humbë vetën dhe familjet e tyre në ditën e gjykimit. Nuk ka humbje më të madhe se që kjo. Por mos më na ndodh që kjo, Allah i madhruar ma herët po na thot, ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu, mbrojeni, ruajeni veten tuaj edhe familjet tuaja prej zjarrit. Tash ky kujdesi për familjen i cili eventualisht jetësohet nëpërmjet këtyre familjarët. Baba kujdeset për gruan e vet, për fëmijët e vet, do të thonë është një lloj edukimi që Allahu i madhruar ja ofron mes tjerash femrës, po edhe familjes në përgjithësi, për arsye se s'do la piteme, po kur flitet për femnën, e posaçërisht është si bashkëshorte, ajo është masani, ajo është shtylla kryesore. A dini ç'është është namazi shtylla kryesore e Islamit? Çashtu është femra, nona, shtylla kryesore e familjes. Bile më shtyll se edhe vetë baba. Baba eventualisht ka përgjegjësi më shumë, derisa është gjallë, mirë po nona është më shtyll për arsye se krejt dikasteret e familjes lidhjen mes tyne e bën nona. Në tonë edhim, thojmë baba del, punon, fiton, siguron i darën, e kështu me radhë. Krejt ajo, po mirë po çato çka baba e fiton në mënyrën më të mirë e menaxhon nona, edhe jo vetëm, për arsye se krejt lidhen
krejt lidhen nëpërmjet saj. Pra, edukimi imanor është shteg i garantuar për me përfundu në xhenet ose për me arritë në xhenet, po kjo pastaj i lyp disa gjëra konkrete, ato janë shumë. Secili prej neve, për juve bashkë, veç me marrë me lexu një herë Kur'anin, me synim që me thonë, cilat janë kriteret për me konë një familje në rrugën, në shtegun e xhenetit. Gjonë shumë, po do t'i përmendi veç 3 sonte këtu, por me vazhdo edhe një pjesë tjetër pastaj të ligjëratës. E para, do të me pas kujdes me çka po ushqehemi. Ushqimi halal, ndoshta pak flasim ne për te sa i rëndësishëm është. Çfarë rëndësie ka, pak flasim. Ka njëherë po e arsyetojmë veten, ose po i arsyetojmë mangësitë tona, po flas për neve si hoxhallar, si mësues të fesë, po i arsyetojmë me faktin se valla shumë problematika e po mundohem tona me i përfshi ka pak. E vërtet është që janë shumë. Megjithatë do të më konë një farë renditje, ajo renditje do të më u bën mbas të rëndësisë që kanë temat. Për shembull me fol për imanin, ç'është dohet, mas imanit do të më fol për namazin, do të më fol për familjen, do të më fol për halalin. Për arsye se është temë e rëndësishme, lidhet me lidhjen më të mirë mes dunjas edhe ahiretit, dunjas së suksesshme ose aktivitetit suksesshëm në dunja edhe fitores në ahiret, lidhjen më të mirë e bën ushqimi me halal, edhe Allah i madhruar në këtë aspekt në shumë ajete na drejtohet në formën urdhërore. E tonë e dim se ajo që kërkohet prej neve në formën urdhërore, ajo nënkupton obligim pa alternativë. Për shembull në surën Bekara ajetet 168-169, pastaj në surën Mu'minun ajeti 51, pastaj prapë në surën Bekara ajeti 172, e kështu me radhë. Në përgjithësi Allah i madhruar çka lyp? Ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kjo është ajeti 172 i surës Bekare. O ju që keni besu, hani prej mirësive të aty që ju kemi dhënë na. E mirësi tayyibat është ajo që është halal. S'munët me konë mirësia ajo që është haram. Për shembull, si ushqim, munët hiç mos me konë as alkohol, as ushqim i ndalum, as kështu me radhë. Po mënyra që është fitu munët me qenë haram. Zoti na ruajt me hajni, ose me korrupsion, ose me rishvet, ose me përvetësim, ose çapodion. Në këtë rast, sado që ai në përmbajtjen e tij është bio, po në prejardhjen e tij nuk është bio. Në prejardhjen e tij mundet me konë haram, ndërsa Allah i madhruar parimisht po e lyp prej neve tayyibat me qenë ushqimi jon, e tayyibat është veç ai i cili është i fituar në mënyrë legjitime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se këto punë janë të qarta, innal halale bayyinun wa innal harama bayyin. Halali është i qartë, harami është i qartë, bainahuma umurun mushtabihat. Mes tyre ka nganjëherë disa gjëra të paqarta, e çto domethënë te harami s'kem çka me diskutu, po edhe te gjonat e paqarta besimtarit do të me pas kujdes për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përshkruan në mënyrë të mrekullueshme, thotë se to gjonat e paqarta janë sikurse me e marr edhe kopen, bagtin, lop ose dele ose çka do të qoftë, në vend se me i kullot në livall tonin, me shku me i kullot me i lënë te mexha. Edhe për mexhës ai mundet me kalu edhe në livall të atij tjetrit, edhe ushqehet me haram, kështu që e lën te epicendra, sillesh ka epicendra e halalit me litar të kufizuar, me lëvizje të kufizuar, me distancë të kufizuar. Ani pse ty korniza të lën edhe pak me lëviz, mirë po kur ti afrohesh haramit, aty të dhezën shumë alarme, të dhezën shumë sinjale që e ka dalë mos e tash çato sinjale me bë me i shkym njëri, ose mos me i respektu, ose me i shpërfill, atëherë rrezikon me hy me shkel në haram. Për çata kanë thonë ata një urtakët edhe të dishmit të gjeneratave të hershme, njëri prej tyre ka thonë la yablughu al-abdu haqiqat at-taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Nuk mundet njeri me arrit esencën e devotshmërisë, me u bë devotshëm çysh duhet, përderisa nganjëherë të mos e braktis ato që
s'ka gajle, që kjo është në rregull, s'është haram, po e lo për shkak se që kjo është veç edhe një hap edhe mri njerin haram. E qatë hap kur të qetë të që kjo halali i fundit, mundët tani me marrë në fu edhe me ranë haram, për shkak të kujdesit, ai nuk e shfrytëzon as edhe maksimumin e halalit. Kësisoj jenë konë të edukum gjeneratat e para të muslimanëve në mënyrë interesante shumë. Omeri radiallahu anhu, kur i ka ardhur një pasuni, atëherë s'ka pas pare të letrës, si kur ka qëtash, për ka pas are, argjend, kanë mundit me konë copa ma të mëdha, ma të vogla, e kështu me radhë, edhe ka thonë, kisha pas shef dikosh me i matë qito, për me mujtë na me i logaritë edhe me ja nda muslimanëve që ju takojnë, po për me i matë ishtë dashtë me konë një gru e kujdeshme, se gratë disa punë të imta i bojnë ma mirë, gruja e vetë i thotë, po e kisha bone qitë punë. Ajo mire apet thotë, me mujtë me gjithë një gru që e të bënë qitë punë, apet gruja e vetë i thotë, qështu e kisha bone qitë punë, 3 herë, dikur i thotë oj zoj, unë e po kam frikë, se ti tu i matë, s'po dyshoj se ti i matë mirë, edhe s'po dyshoj asë shumë shkon menjët ti ki me shmangë diçka, ose me tjetërsu diçka, me përvetësu. Po atë plohnin e asaj, me po veç me e prek vetën, ose me i prek teshat, e me na met neve që i plohni, unë si jam i knaqëm, kështu që po du dikush tjetër me e bo një gjatë tillë. O kon njoni prej tabinëve, e ka pas emrin Bishr el-Hafi. O kon i njoftën me devotshmërie, me asketizme, me vetëpërmbajtje, me përkushtime, me kështu me radhë, e si duket komplet familja ishin kon qashtu, edhe ajo e pyet, ajo motra e tij e pyet dikan, e pyet Imam Ahmedin. I thot unë dal nga njerë në mramje në terasë të shtëpisë. Mos e paramendoni terasën sikur na tash me shtëpia luksoze e kështu, po kulmat i kanë pas rrafshe, u hyp nalt aty, thot në dritë të hanës furi ose qëndisi. Po nga njerë thot kalon dikosh me një kandile, unë e shfrytëzoj që atë kandilin e ti me qëndis, a e kam haram? Kjo pyetje realisht të zbohat. Po kësi pyetje bën, ose dikosh që don me tjerë pa ven, e s'është rasti i kësaj zojes këto, ose dikosh që për një me ka frikën e Allahut fuqiplot, edhe kur ja bën këtë pyetje Imam Ahmedi çuditet, i thot, a bën me ditë kush je ti? Po thot, unë jam bia e filanit, thot, a je motra e filanit? Po, a më thot, takvallako veç prej shtëpisë juve, bora. Të vonë takvallok, devotshmëri, kujdes, edhe që si pyetje eventualisht jo muni me bo. Pra, ushqimi me halal, edhe për kujdesja për halalin, është pikë kyçe, praktike, në jetën tonë, krahas gjithë ati edukimit që dojmë me ja përcjell brezave. Për me të shku punë të mirë me gru, halal. Për me eduku fëmijët edhe me të pas fjala pesh, halal. Për me konë edhe hoxha në xhamat me shku, edhe ai do të me halal me ju përmbajt shumë, për ndryshe nuk funksionojnë senet. Fjala është seni i fundit që na do të me e folë. Për të i kësaj, edukata e lyp, krahas halalit e lyp edhe një jetë, s'po thëm jetë modeste, po jetë të balansume. Për shembull, Allah i madhnuar thotë, kur i përshkruan robërit e vetë mirë, thotë walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama, në surën Furqan. Thotë dhe ata të cilët domethënë kur shpenzojnë, lam yusrifu, as nuk e teprojnë, nuk bëjnë masraf, o lam yaqturu, as nuk e shtrydhin dorën me ilon mangut gjanat elementare, wa kana bayna dhalika qawama, jeta e tyne edhe ekonomia e tyne është një mesataren mes kësaj. E tash këtu, veç du të me e pas parasysh. Allahu në tonë e dim, kune i ka dhonë pasuni, ka qef edhe me u pa begatit. Ka qef një njëri që Allah i ka dhonë pasuni, Allahu ka qef a i me u vesh mirë, me u math mirë, e kështu me radhë. Veç mos me harru se pasunia është mirësi e kësaj dunjaje për me e lehtësu jetën, e pjesën më të madhe të ati lehtësimi du të me e marë prapë për kushtimi jo ndaj Allahut fuqiplot, jo me u mashtru mas luksit, i cili eventualisht mundet me e largu zemrën e besimtarit prej përkushtimit ndaj Allahut të madhruar, e familjet këto duhet me e pas parasysh. Për me funksionu, për me pas sukses edukimi, familjet duhet me e pas shumë parasysh një gjatë tillë,
dhe mos me udhëzon në mënyrë të teprume mas lukseve të dunjas, edhe nëse i kanë mundësi. Dhe pika e fundit, e treta pra në këtë temë është familjet do të me jetu në harmoni, në këtë rast baba edhe nana, burë dhe gruaja, këtë punën e mirëkuptimit edhe harmonisë do të mas pari me e kuptu, do të me e synu. Njeri prej martesës do të me e synu. Thotë Allahu në surën Ar-Rum, ajeti 21, thotë min ajatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dhe prej argumenteve të qarta të Allahut fuqiplot, është se ai prej juve, prej llojit juve i ka kriju bashkëshortet e juve, dhe synimi juaj është litaskunu ilayha. Synimi juaj do të më thënë që ju të gjeni prehje në bashkëshortësi. Pra, synimi i martesës, çka është? Synimi i martesës është me e rregullu jetën. Jo me e prish jetën. Sot njerëzit në shumicë e kanë një farçosje negative ndaj martesës. Ani pse natyrshëm secili njeri e din se martesa është gjë e mirë dhe njeri ka nevojë, njeri normal ka nevojë për to e kështu me radhë. Mirë, po kur ti nish të fol, thonë, edhe kjo shkoj. Pse u martu dhe me ke hangër pusi? Jo. Ai do të litaskunu ilayha me pas parasysh që jeta me u rregullu me martesë. Edhe rregullohet padyshim. Rregullohet, kjo është asi e pa mohueshme, është e përjetuar, është po këto e bën mirëkuptimi, e bën pikërisht çajo fryma në cilën njerëzit në një farë mënyre funksionojnë edhe frymojnë pikërisht me ato që Allah ka thënë, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Në mes juve Allahu ka bërë dashni edhe mëshirë. Dashni edhe mëshirë. Nëse s'ka dashni, s'funksionon. Mundet me pas dashni, po s'ka mëshirë mjaftueshëm, prapë nuk funksionon. Edhe në këtë mënyrë Allahu i madhëruar i bën që këto gjëra me qenë ashtu qysh është mas mire. Apo e lojmë për javën që vjen edhe një pjesë që kam vetë, se po më vjen kes tash me dasht me shpejt me e shpenzu. Kështu që po e lojmë inshallah për javën e ardhshme pjesën e fundit. Është praktike edhe do të jetë e këndshme edhe tërheqëse, për arsye se ka të bëjë me disa shembuj nga mënyra profetike e edukimit imanor të familjes edhe të grave posaçërisht. Allahu ju rujt e shpërbleft për momendjen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.